Një ngjarje e rëndë ka ndodhur përgjatë kësaj tenteje në qytetin e Vlorës. Sipas informacioneve rreth mesditës, një grua e moshës 50 vjeçe ka ndëruar jetë tragjikisht. Gruaja, sipas edhe policisë së Vlorës, u rrëzua teksa ishte duke ecur në bulevardin Ismail Qemali. Ngjarja ka ndodhur përballë hyrjes kryesore të stadiumit Flamurtari, ku gruaja 50 vjeçe po kalonte nga njëra anë e rrugës në tjetrën, por me sa duket, era e fortë bregdetare e ka bërë që të humbas ekuilibrin dhe më pas të pengohet në një pjesë të bordurës ku kalonte për në trotuar, duke goditur kokën tek pjesa e bordurës së rrugës, e cila është krijuar për hapësirat e gjelbëruara në zonë, dhe kjo ka bërë që të ndërrojë jetë në vendin e ngjarjes. Grupi hetimor ka mbërritur menjëherë në vendin e ngjarjes, teksa ka siguruar fillimisht perimetrin e sigurisë për të marrë të gjitha provat të cilat do të ndihmojnë në zbardhjen e kësaj ngjarje. Në vendin ku humbi jetën tragjikisht 50 vjeçaria, shenjat janë ende të freskëta, ku njollat e gjakut, shumë pranë bordurës ku 50 vjeçaria ka përplasur kokën, kanë qenë të dallueshme për shumë minuta në vend ngjarje. Policia e Vlorës ka dalë edhe me një komunikat për median mbi rastin e vdekjes së shtetases rreth 50 vjeçe në bulevardin Ismail Qemali. Në komunikatën për media thuhet se dyshohet që 50 vjeçaria të jetë rrëzuar për shkak të erës së fortë e cila ka përfshirë këtë tenjte qytetin bregdetar. Sot rreth orës 11:30 në lagjen Pavarësia 2 në bulevardin Ismail Qemali përballë stadiumit, një shtetase rreth 50 vjeçe, dyshohet se si pasojë erës së fortë, është rrëzuar dhe është përplasur në trotuar duke ndëruar jetë. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të këtij rasti, si dhe për identifikimin e viktimës, thuhet ndër të tjera në njoftimin e policisë. Pas disa minutave nga kjo ngjarje, trupi pa jetë është dërguar në morgun e Spitalit Rajonal të Vlorës, ku do t'i nënshtrohet ekspertizës mjekoligjore, teksa vijon puna për dokumentimin dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij rasti.